Lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharike leke lebejk. Na ke thirrë Zot për me vizitu vendin tënë, na vinë dhe të përgjigjemi. Pse është haxhi kaq i rëndësishëm? Sa që të jetë fundament i fesë. Xhelerët, ata që shkojnë me vizitu ato vende të shejta, ata e marrin epitetin musafir të Zotit. Nuk është haxhi turizëm. As më pak, mas pakti është turizëm. Zakonisht njeri kur shkon gjatë periudhës turistike dëshiron me pushu. Në kohën e haxhit ka angazhim, ka lodhje, ka mundime. Pa i mund nuk metet pa u pagu. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bekkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Shtëpia e parë e ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës me qëllim të adhurimit është ajo që është në Bekke. Kështu ka ardhur në ajetin kuranor, Bekke. Nuk ka thonë Mekke, po është sinonimi asaj fjale. Edhe këtu ka një urtësi pse Zoti ka përmend këtë emër. Bekke, ka thonë dietarët, është veni, është pej ai Beka, ai njeri i cili çon, mallëngjehet, ndjen mall në atë vend. Sa njeri çon kur e sheh ato, edhe sa mallëngjehet kur e sheh atë vend. Prandaj haxhilerët janë musafirë të Zotit. Kur ata i kërkojnë Zotit diçka, Allahu ua jep. Kur ata kërkojnë Zotit falet mëkateve, Allahu ua fal gjunahet. Se Allahu ka përgjellë që të vend me kon vendi më i shejt sipërfaqen e tokës. Sot njerëzit mundohen me bë lloj-lloj preferenca, mundohen me bëj lloj-lloj oferta qysh me josh njerëzit. A keni po edhe vendet që janë turistike mundohen me bë marketing, reklama, kështu ofertat janë të lira, me kaq mëni me shku këto vende të mira, këto vende. A ka pas nevojë ndonjëherë në histori me i bë reklam haxhit? Jo, se kur s'ka met pa vizitor. Qyteti i cili nuk flen kurrë është Mekja. Prandaj Allahu është ai që ka përzgjedhur këtë vend. E njerëzit sado që të mundohen me bë përzgjedhje, qofshin prej fjalëve, qofshin prej vendeve, qofshin prej emrave, ato janë relative. Sot mund me u pëlqy, nesër ju bjen vlera aty. Haxhi prej kohës por prej kur është bë obligim e deri në ditët e sotme çdo herë është i mbushur ai vend me vizitor. Madje ka kërkesa, numri është i kufizuar, nuk mundet me pranu vizitor aq shumë sa ka kërkesa me vizitu atë vend. Kjo është të dashur vëllezër me gjitha gjonat që Zoti ka përzgjedh. Edhe me njerëzit që ka përzgjedh Allahu, sado që të mundohen me jul ata, kur s'kan me mujt me jul. Se Allahu i ka përzgjedh. Edhe me vendet, edhe me fjalët, edhe me çdo gjë që Zoti ka përzgjedhur dhe dën, sa do të ketë mundime trishni për mi ul ato s'kan me mujt kur m'ia hu vlerën. Po atje para se të kënaqet syri, kënaqet zemra. Sikur mos t'i shkon kjo çabe, ai vend kish me met vend i shkret. Se temperaturat janë të larta. Është një vend shkëmbor me gur ndhej. Ata që janë shku edhe kanë vizitu ato për hir të Zotit, sinqerisht ju merr malli me vizitu edhe herave të tjera. Kush e mbjelli këtë dashuri? Kush e mbjelli këtë mallëngjim, këtë joshje, zemrat e njerëzve për me vizitu atë vend? Allahu i lartësuar. Ai është vendi më i sigurt në botë. Wa hadha al-balad al-amin. Allahu betohet edhe pasha këtë vend të shejt, këtë vend të sigurt që është për qëllim çabje. Njeri do duhet me mendu edhe me reflektu, jo veç thjesht me marrë vetëm aspektin formal. Pej këtyne gjanave që do duhet me bë, qëndron besimtari në kodrën Safa dhe Marwa, që thirret me emrin Sa'i. Shumica këtyne ritualeve të haxhit lidhen me kohën e Ibrahimit alayhis salam. Shikoni po shumë e ka nderu feja gruan, çfarë pozite të lartë i ka jep Zoti gruas. Ibrahimi alayhis salam pej Palestinës e mur djalin që e dashti me zemër, mas disa viteve Allah ja kishte fal, po e lën në atë vendin më të thatë në botë, në atë vendin më pa ujë në botë, po e lën te Mekja, bashortën e tij Haxherën me birin e tij Ismailin. Ai fëmiu i vogël nga etja e madhe që ishte në atë vend që s'kishte ujë, rënkonte nga çarit e tij,
E nana, sikur sakrifica që mënë me bosh dhe nanë, për këtë shkak ja kanë ngritë Islami vlerën, ajo shkoj, unë gjithë derën një kodrën Safa, pasaj në kodrën Merva, kështu 7 herë boni ecje në atë vendin Shkëmbor. Dhe nga këmbët, duke qenë se djali i uritur e jetur për ujë, i bente me thembrën e tij tokës, prej ati këtu del mrekullia, kur ja lën Zotin në dorë një çështje, ai bën mrekulli ka të sepret fare. Nga i buroj lumi më i pashtershëm bot, ai burimi më i pashtershëm uji Zemzem, që kur nuk është përmend histori që është terrë ndonjëherë. Me tonelata merret pe atij vendi ujë, edhe kur nuk është terrë. Ku shpin ujë të Zemzemit, do të me pi ujë pe atij vendit, ku shpin ujë me njet, i realizohet dëshira e tina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai person i cili bën haxh nuk shtyhet atje, edhe nuk flet fjalë pahishme, efekti i asaj vepre është kthehet shpinën e tij sikurse me pastim nana. Prandaj nuk ka shpërblim për haxhin e pranuar përveç se xheneti.